E të këthimet gjakonisht ekziston kjo mos ngrej peshat larta sepse do bësh si mashkull. Kjo është më mit shumë i madh që kohën e fundit pak është zbe pak. Pastaj mit tjetër që mund pengon edhe sillet rreth për çarke edhe kohët e fundit është kjo mos të ha karbohidrate, të dobësohen më shpejt, të mbaj një keto dieta apo këto lloj dieta drastike, që unë të dobësohen më shumë dhe nuk dua të ushtroj me pesha një herë, sa të dobësohen pastaj. Po ndalem te që kjo e fundit, që është shumë gabim, që inde nuk ka tu përfol shumë në rrjetet sociale. Trupi harxhon kalori sa më shumë muskull që ke ti. Kështu që në qoftë se edhe ti je mbi peshë, edhe pse ushtron me pesha, nuk do me thonë se ti nuk do ta humbësh atë djamin e tepërt.